Një siti mobil për sigurinë në komunikacionin rrugor pranë sektorit për çështje të komunikacionit dje ka realizuar aksion kontrollues në territorin e Gostivarit me qëllim sanksionimin e shoferëve që nuk i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit. Gjatë kontrollit janë shqiptuar gjithsej 59 masa për kundërvajtje në komunikacion, ndërto 6 masa për transportin e udhëtarëve mbi numrin e lejuar në autobus, në minibus e në taksi që ushtrojnë transportin publik të udhëtarëve. Një për moskryerjen e kontrollit të jashtëzakonshëm teknik të autobusit, 9 masa për automjete që ushtrojnë transport publik të udhëtarëve pa certifikat mjekësore, 10 masa për automjete transportuese lidhur me mbingarkesën e barrës, transport të jashtëzakonshëm dhe mos përdorim të mbulesës, 6 masa për mungesën e pajisjeve të detyrueshme në automjet dhe 6 masa për kundërvajtje të tjera. Janë paraqitur edhe 15 kërkesa për iniciimin e procedurës kundërvajtëse ndaj personave juridik dhe personave përgjegjës, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Një person është privuar nga liria për kryerje të veprës penale sipas nenit 297 të Kodit Penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit motorik përkatësisht pa patent shoferi, ndërsa janë konfiskuar 5 automjete për shkak të skadimit të afatit të lejes së qarkullimit më tepër se 6 muaj. Për të gjithë kryerësit, thon nga policia, janë përgatitur parashtresa përkatëse. Kontrollet në komunikacion do të vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme. Ju bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t'i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit. Vetëm me sjellje të përgjegjshme mund të kontribuojmë së bashku për rrugë më të sigurta, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme.